Rama, Shqipëria në fazën e fundit të rrugtimit europian. Një fazë e lodhshme, Franci, e bukur, do thoja. Po tani që është kjo faza e fundit, do më thënë, që do bëhet konkretisht më pas? Më pas, Jona, të prehemi në paqe. Ua, larg qoftë. Çaj ke këto, nga mi nxjerr këto, më fal. Po jo, a e shikojmë në Europën kështu si një lloj parajse. Ideja është kur të futemi në Europë, do prehemi në paqe në këtë parajsën europian. Jo, Franci, unë mendoj që është fundi një procesi dhe fillimi një procesi tjetër. Më fal që ta vë në dukje, po nuk është se e mendon ti këtë e ka thënë ky bosi këtu. Po puna është pikërisht, pikërisht për këtë pikërisht unë dua të pyes. Çfarë do bëhet me këtë familje në Vithkuq? Do e arri kjo këtë Europën fazën e fundit apo? Një telefonat në redaksin tonë kam rritur nga kryeplaku i fshatit Vithkuq këtu në Korçë, nga zoti Sotiraq Shore. Është një familje shumë e varfër, janë 2 persona, janë të 2 të pahaftë. Do ta shikoni edhe vetë gjendjen që është në këtë shtëpi. Ilo, kjo është banesa jo? Kjo. Këtu jetoni? Këtu. Tu hani? Po këtu, ti hani, këtu të patuajmë në një. Ti kjo dhoma, banon zonja, në fakt zonja e shtëpisë. I kam dërguar shkresë dhe bashkisë edhe prefekturës. Më ka kthyer përgjigje bashkia, e kthevi, kështu që këta janë me probleme dhe nuk ka dashur të ndërtohet shtëpia, janë me ndihma, janë trajtuar me ndihma. Po janë të paaftë mendërisht ndërkohë për që mpalë në këtë proces apo jo? Patjetër. Këta është e mira që të jenë në një qendër sociale, në një ashtu se këta janë të paaftë. Këta për të mbajtur shtëpi prapë nuk e mbajnë dot, është e vështirë. Erdhën e nxorën pa banueshme këtë shtëpi. Çfarë muaj, çfarë viti? 2025, në shtator, nëntetor, pse mbaj mend, fiks, po që folëm që ti bëhet kjo ndërtesa, të kalonin dimrin të paktën. Qenë ka kaq e vështirë për bashkinë ose për shtetin që të bëhet një ndërtesë e vogël, një dhomë me një banjë, se këta s'ka as banjë. Para një viti a 2, i ra zjarri, mu mblodhen të tërë e shojtën. Kur ra zjarri? Brenda. Ja, ure zjarrin brenda në shtëpi. Ja, ku kam shtëpinë tu prapë. Shtëpia ngjitur me shtëpinë e familjarëve tjerë. Po. U lutem shumë, ju lutem. Bëjni dermanë se unë jam 75 vjet grua edhe po ruaj zjarrin të natën. Nuk, se ajo bën zjarrin, o gjaku është i paber, i prishur, merr zjarr, ku të vete? Të digjen për së gjalli. Ajo shtëpi është bërë që me 27-ën. E mund të jetë gati 100 vjeçare. Po shtëpia është hanuar, gati po pikërisht, edhe kjo është problem. Neve jemi të shqetësuar në fakt, se këta janë edhe njerëz që nuk janë aq që... Janë të pamundur. Po. Ka ardhur kush? Po, autoritetet kanë ardhur sa për syve faqe. Sot kemi bërë sërish një udhëtim për në Vithkuq dhe kemi ardhur pikërisht tek banesa e familjes Riska. Për të parë nëse ka ndryshuar ndonjë gjë nga hera e fundit që ne ishim në këtë familje. Nga jashtë duket që asgjë s'ka ndryshuar. S'ka ardhur njëri, ja? Janë me lagje, shtëpia është e tërë e prishur. Të nuk ja vë zjarrin unë, që si sot e ladhite, unë t'i kem vetë, që të t'ja vë zjarrin unë. Të bëdau, atë që mund t'ja vë zjarrin shpisë. E kuptoj. Zonja e shtëpisë për hir të vërtetës nuk është mirë nga ana shëndetësore edhe nga shëndeti mendor, por nga sa pash brenda situata është po e njëjtë. Asgjë s'ka ndryshuar. E njëjtë. Është përkeqësuar në fakt për hir të vërtetës. Kjo gjë duket edhe nga jashtë. Me pak fjalë ne kuptojmë që këtu, që nga hera jone fundit, askush
nuk ka ardhur, as kush nuk është shqetësuar që të marrë masa dhe të ndërhyj për ta shpëtuar këtë familje. Në djenin time kanë erdhur nga bashkia disa inxhinjera, po mua nuk më kanë lajmëruar, e kanë verifikuar prap. Domethënë pasi shkuam ne Si atje. pasi shkuam neve, erdhën e verifikuan e pan, ata të pabanueshme e nxjerrin, po duhen kërkojnë letra. Kërkojnë letra nga duan certifikat pronësie. Nga kjo zonja edhe nga ytjet. Që unë nuk e di se si mund të shpijem këta, ne nuk i shpinim dot për kempin. Nuk gjeni makinë për kempin, të shpinim në Maliq. Tash këta ku di ajo të firmosi, apo i Albania, apo edhe këta janë në mëshirë të fatit. Kaq di unë. Tash ajo kjo është më e rrezikshme, ndoshta edhe mund t'i futim edhe në kjo që të rrin për momentin e beharit, ajo është më e rrezikshme. Të paktën mos vdesin nga neve, të vdesin nga Perëndia nëse do u vjen. Nën e birë me probleme të shëndetit mendor, tani shteti kërkon që të hynë dhe të aplikojnë në e-Albania. Por që të hyjë në e-Albania, të paktën duhet të kenë një laptop ose një celular. Tani, halli është se këtyre nuk është se i mungon laptopi ose celulari, po këta nuk kanë ku ta karikojnë. Nuk kanë karikus. Jo, nuk kanë rrymë elektrike, nuk kanë drita fare, jona. Për të qenë më precis, pra që ata nuk kanë shtëpi fare. Jo, shiko, për të qenë të sakt, tamam, ato i kanë 4 mure, po 4 mure të cilat mund të shëmben nga momentin moment edhe t'i zënë poshtë. Ne kemi thënë dhe me herët dhe ne na vjen shumë mirë që këtë denoncim e bën pikërisht pushteti. Pra është krye plaku ai. Po, dhe po aq i shqetësuar në fakt ishte dhe kryetari i njësisë administrative Vithkuq. Ndodhemi këtu pranë qendrës administrative Vithkuq me zotin Sotiraq, i cili sigurisht do të na shoqëroj në këtë rrugtimin ton. Zoti Sotiraq, unë them të shkojmë, ndoshta takojmë ndonjëherë përfaqësin më të lartë të qendrës administrative, i cili është Ilia Prifti, nëse gaboj. Shkojmë? I bëjmë zotërisë pyetje. E tentuar disa herë, po problemi tek ata ka qenë se s'ka dokumentacion shtëpia. Zotëri, kemi të bëjmë me 2 persona të cilët janë të paaftë mendërisht për të vepruar. Po, pra po. Nuk mund të jenë palë ata. Që të ndihmohen duhen letra. Po ata nuk mund të jenë palë. Po pra, megjithatë unë prap kam insistuar dhe jam interesuar për të gjetur materiale për të ndihmuar për të bërë shtëpinë. Ku zotëri e interesuar? Në bashki me njohjet e mia personale, ku kam shkuar që kam kërkuar projekte dhe ashtu kam kërkuar letra, dokument, certifikat, shtëpie. Madje kam vajtur dhe vetë që t'ja paguaj legalizimin për të bërë certifikat. Nuk është se kam munguar dëshira. Absolutisht, këtë unë nuk e thash në asnjë sekondë. Unë nëse ti ke erdhur nga ke erdhur dhe si ke erdhur për ata, unë kam qenë këtu në Korent 24 orë me ata biles, nuk dua ti përmend ato çfarë ndihma ju kanë bërë fare. Se i kanë bërë me dëshirë. Zotëri, unë për një gjë jam i sigurt, që ty të dhëm më shumë se sa unë. Po. Këtë unë nuk e vën diskutim. Po. Me sa shoh, 2 autoritete që kanë përballë, të cilat më thonë kemi bërë përpjekje, por s'na është dhënë ndihmë. Ja pra kjo e përpjekja. Tani ne pam se ku jetojnë ata njerëz. Edhe për fat mirë e ka parë edhe kryetari i fshatit, ose siç themi ne, krye plaku, po gjithashtu e ka parë edhe kryetari i njësisë administrative. Po kaq, se kur vajtëm në Korçë, gjetëm një njeri të ligjit. Dale, vamën e në Korçë dhe ymën e urbanistika? Ja, pra na erdhi dhe atmosfera e Korçës në këtë vap, pak dëbor, pak serenatas. Pak suva nga Vithkuqi. Po jo, po ti kishte para i urbanistikës, Franci, ato copat e suvas, nuk do thoshte që të hynin në e-Albania. Tashi, unë më dhe kam betur e abitur, se si 2 persona me probleme të shëndetit mendor do hynë në e-Albania e do aplikojnë për hallet e veta, këta vetëm çimi pe Korçë mund ta di jeta sqaro. Ndodhemi përpara godinës së Bashkisë së Korçës, jam i shoqëruar sigurisht nga zoti Sotiraq dhe zoti Ilia. Unë dua të di çfarë mund të bëjmë për ata familjar, për familjen Riska, para se të ndodhi ndonjë tragjedi. Nga ana e bashkisë është një projekt.
që duhet të aplikojë vetë qytetari E pamundur. Nuk mund t'i kemi palë, jo, është detaj shumë i rëndësishëm. për projektin përmirësimi kushteve të banesave ekzistuese. Ky është projekt që mund ta futim nga bashkia. Tani, ajo që duhet është dokumenti i pronësisë. Për dokumentin e pronësisë nuk mund të ndryjë bashkia për një pronë private. Duhet të aplikojë qytetari. Dhe ne do flasim për ta ndihmuar, për ta zgjidhur sa më shpejt të marrë dokumentin e pronësisë. Pa patur dokumentin e pronësisë nuk aplikon dot në përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese. Unë vetëm një pyetje kam, për mua ka rëndësi vetëm jeta atyre banorëve, se si është procedura, pastaj kjo ju përket juve. Unë nuk hyj dot në kredencialet e tij, për të bërë procedurën unë në bashki, më duhet dokumenti i pronësisë. Tani ti nuk mund të vish të më thuash mua, edhe një të lutem, se nuk të le të mbarrosh fjalinë. Për mua ka lidhje. Të lutem, ti nuk mund të vish të më thuash mua që ky personi nuk është i aftë mendërisht, pa pasur një dokument ligjor dhe të vi unë tani të. Po nuk po të gënjej. Nuk po të gënjej. Tani, gënjen apo nuk më gënjen, kjo nuk është, edhe kësaj do të hyjmë tani. Po patjetër më hyn. Masi zyrtarisht me shkrim, të lutem, që nuk është i aftë mendërisht dhe pastaj të marri masa ne si. Çfarë do të thënë djath me që s'është Ka e di ti çfarë? Ta sjellun shkresun ty. Po ti e di këtë çfarë Po do të thotë. thotë. Tash se kjo nuk s'ka sens. Tani ti. Në më tjetë mi bëj me jetë njerëzish, kurse ti më thua më procedura. Profsh. Aha, nuk qullosëm që. Sa ti lidhnim ne energjinë elektrike asaj familjes, pa të gjenim një telefon a një laptop, pa të lidhnim në internet a të gjenim në një hotspot, pa të regjistroheshim edhe në një dhënia. Dhe familja e kishte harruar pasuardin, Franci. E po ne i vëm pasuard të ri? Dhe ndërkohë që ne ndrojmë këtë pasuardin e ri, familja si bie tavani në kokë, Franci. Tashi, Ona, unë po përpiqem të shikoj anën pozitive, ti vetëm negativitet shikon. Po çfarë do të them, Franci, çfarë do të them? Pasi kam parë ato pamjet katastrofë të asaj shtëpie dhe duke mbajtur atë frikën që o bëbo, do t'i bjeri tani, do t'i bjeri pastaj tavani në kokë. Ke shumë të drejtë dhe pikërisht me këtë shqetësim edhe ne vajtëm te Bashkia Korç. Atëherë, zoti Sutiraq, me qënë se para pak javësh apo muajsh që ishim ne këtu, nuk na begjinisi njërit na kthente përgjigje, megjithëse gjoja e morën kërkesën tonë për ta çuar deri tek përfaqësuesit më të lartë të bashkisë, nuk na kanë kthyer ende përgjigje. Unë them të bëjmë edhe një tentativë tjetër, se fundja nuk po organizojmë një komplot. Gjë fare thjesht po kërkojmë apo jo? Bëjmë një tentativë tjetër? Patjetër. Shkoj. Përshëndetje, unë jam Bledi Naska nga televizioni MCN, nga emisioni Gjadat, dhe dëshiroj të kemi një takim me kryetarin e bashkisë. A mund të ma mundsoni? Po, të marim sekretarin në telefon, nëse është, Faleminderit. sekretari mund të jetë edhe me takime, është zyrë. Nisë. Po. Në cilë televizionin? Televizioni MCN. Është hera e dytë në fakt që vim. Po. Ju li mirë mëngjes, si e? Ka ardhur disa persona nga televizioni MCN dhe duam të takoj kryetarin. Nuk e di nëse është në zyrë apo jo. Sekretarja thotë që kryetari ndodhet në një takim dhe vonohet. Dhe pasi të marrë takimin, duhet të lëvizë urgjent. Kështu që nuk e di nëse mund të prisni ti thotë njerë ajo. Se nuk e di sa zjat takimi. Atëherë, sigurisht ti shumë mirë, sepse informacionin që të tha ajo dhe, por duke sigurisht e informacion për agendën e kryetarit dhe jo a do më presi mua, apo jo, më kupto? Po sepse ajo nuk mund të fliste me kryetarin në këto momente, sepse kryetarit ndodhej në takim, dhe ajo nuk mund të jap një përgjigje nga mendja e saj. Jo, ajo për atë punë është aty për planifikuar agendën dhe mund të thotë që sot nuk mundet, apo agenda është plot, apo në filan orë është... Ma tha që kryetarit tani për momentin është takim dhe pasi të mbaroj takim që nuk e di sa zja, duhet të lëvizë urgjent. Është një takim tjetër. Për mua staqe? Jo, staqe. Okej, faleminderit. Mirë pafshim. Pra duhet presim asi? Por nuk e di, çfarë të them. Se nuk kam i përgjigje të sigurt. E kuptoj. Okej, në rregull. Ç'do të kishte bërë një njeri arsyeshëm në këtë situatë? Unë them do ishte dekurajuar dhe do kishte ardhur në Tiranë. Ky është pesimizmi atipik i jonë, se jona në përgjithësi është optimiste, është pozitive. Po flasim për njerëz normal, jo për xhadat. Xhadat nuk ju ndan kollaj kësaj pune.
Gjada kërkuan numrin e kryetarit të bashkisë, e gjetën, i dërguan mesazh dhe nuk ju ndan derisa e morën një premtim. Të ka faj Lulka? Tani, unë do telefonoj kryetarin e bashkisë, zotin Sotiraq Filo, ndoshta marrim një përgjigje. Nuk e ngriti, tentativën e parë, bëjmë një tentativë tjetër, edhe nëse se ngre për herë të dytë, ne do vazhdojmë gjatë gjithë ditës, edhe nëse nuk e ngre dhe me tentativën e dytë. Telefonuar është i zënë në një telefonat tjetër. Mund t'jetë i zënë. Ju lutemi. Ne do vazhdojmë të tentojmë deri sa të na hapi telefonin e të na përgjigjet. Gjithë ditën do vazhdojmë t'i bjem telefonit. Këtu jemi në Korçë, derisa ose të na thotë që nuk ju pres personalisht, ose hera e dytë që ne kemi ardhur në Korçë. Hera e dytë që ne nga mëngjesi deri në mbylljet e orarit zyrtar të administratës, ne qëndrojmë para institucionit dhe askush nuk dënjon të kthej përgjigje, madje as vetë kryetari i bashkisë. Dhe ç'mund të themi, përveç se në dorë të fatit ajo familje, shpresojmë mos t'i ndodhi gjë se tjetë për këta, as do t'ja di njeri në botë. Pasi kam tentuar disa herë të lidhem në telefon me kryetarin, Sotiraq Filo, mendoj t'i dërgoj edhe një SMS, ku i them përshëndetje zoti kryetar, gazetari Bledi Naska nga MCN Televizion jam, doja të bëja një takim personalisht me ju në lidhje me problematikën e familjes Riska nga Vithkuqi. Faleminderit. Meqense nuk e hap telefonin, i dërgojmë dhe këtë SMS. Sa krenare që ndihem që një kryetar një bashkie të fuqishme, siç është ajo e Korçës, i kërkon një gazetari të Xhatave të gjejë shtëpi me qira në Korçë. Imagjino, ka një bashki në dispozicion, edhe kryetarin e parlamentit që ka qenë kryetar bashkie në Korçë, edhe e ka se të thuash krah të djathtë edhe mbështetje, dhe u kërkon Xhatave që t'i gjejnë shtëpi me qira. Po, edhe Bledi, me thënë të drejtën, e mori shumë seriozisht këtë punë dhe i gjeti një shtëpi me qira, vetëm se e gjeti në fshat. Në Vithkuq? Jo me këtu, në Fark. 3.000 euro në muaj, vile, bukur, shumë. Që thua, që tha kryetari bashkisë? Qa do thoshte ojo në aman të keqen? Do më thënë i kërkon njëri që vjen nga Tirana të gjej shtëpi me qira në Korçë. Ç'ngeli më për të thënë? Mundësitë tona për t'i ndihmuar janë të kufizuara në kuadrin ligjor, në sensin një mundësi është kjo përmirësimi kushteve të banimit, është një projekt ku ndërhyet pikërisht në këtë lloj banesash, por kërkon këtë çështjen e certifikatës të pronësisë. Mundësia tjetër është bonusi i strehimit, që ne heqim që atje se objekti është rrezikshëmbje dhe ju paguajmë qeran. Puna është që ai administratori thotë që për shkak se kanë këtë problem në shëndetit mendor, asnjë atje në fshat nuk ju jep shtëpinë me qera. Pa qeran ja u paguaj unë si bashki. Domethënë këto janë këto vështirësitë specifike kur të merret kjo certifikata e pronësisë në rast se e zgjidhim. Ky aplikimi për përmirësimin e kushteve të banimit ngelet për vitin tjetër, se për këtë vit këto bëhen në fillim të vitit. Për ta përmbledhur, le të përpiqemi në të dyja këto drejtimet. Ju flisni me kryeplakun, meqense keni vendosur këtë lloj kontakti, në rast se mund të gjej një objekt që t'i jepet me qera që t'i pranojë këta, dhe pastaj ne të bëjmë këtë procedurën e bonusit të strehimit dhe t'ja u paguajmë qeran. Ndërkohë për këtë pjesën tjetër, të marrjes të certifikatës të pronësisë, e cila pastaj jap rrugën edhe përfitimit nga ky projekt i përmirësimit të kushteve të banimit. Këtë më duhet të interesohem se nuk e di se si e marrin këtë statusin, pra si certifikohen këta që kanë këtë problemin e paaftësisë. Unë e kam vënë re që nuk është se dëshiron njëri nga fshati, jo se kam probleme me ta, por kam frikë. Edhe ai është i mendimit që të mundet paktën t'i ndërtojmë diçka, qoftë edhe provizore deri në momentin që t'i bëjmë diçka përfundimtare. Megjithatë, problemi është, kjo ishte ajo që thash
Dëshirë mund ta kemi, po jemi të kushtëzuar nga këto kufizime ligjore. Shumë faleminderit. Do përpiqem, faleminderit, më të mira. Më mirë. Ishte edhe kryetari i Bashkisë Koçës, zoti Sotiraq Filo, dhe nga telefonata që patëm së bashku na premtoi që do vijë në lëvizje institucioni i bashkisë dhe shpresojmë që shumë shpejt të marrim një përgjigje nëse do të mund të gjejmë një zgjidhje për rastin e fjalë. Shpresojmë që më në fund diçka po ndryshon. Tani Jona, kam dëshirë që 1 qershorin t'ja uroj prindërve dhe t'i them që dhurata më e bukur që mund t'i bëni fëmijëve tuaj është koha dhe prezenca. Dhe me kaq që kemi vënë pikën edhe për sot, Franci? Patjetër, do të shihemi nesër. Deri atëherë, natën. Kalofshi bukur.